Thash, miqi dhe mikesha, këtu bashkë me mu, këtu ke stadiumi Flamurtari, ka ardhe një mik i vjetër, ti ka Lili, unë i them kapiteni, se e kam lyp bashkë me te ke Bulqiza. Faleminderit Po, për ftesën. faleminderit ty më që pranove. Po scout, koli, trajner, profesionist, Tani që je këtu në stadium, ish çfarë ndjesie futbollist. ke? Ndjesie pa përshkrueshme tash. Ku ka qenë era fundit që ke luajtur futboll? Që në 2021 jam pensionu. Atë merr madhe? Normalisht. Kjo Kjo është ndjesia këtu, është e pa përshkrueshme. Është si droga janë futbolli. tash mirë unë, se unë për shembull kam një mikun tim këtu që ka marrë një detyrë të re. Po ty qa të ka lidh tu me nga Bulqiza më vlo? Unë kam marrë për i nipin tim, Eugen Gjafa. Qa pret nga Eugeni? A shumë provë tu? Po, thjesht tregoj veten më. Qa lu Eugeni? Më sfushor. Me 80 vjeç. 80 vjeç? Po. Qa moshe ka Geni? Geni 21 vjeç. Geni Vjen nga radhët e Italisë. Është ke shkolla e futbollit italiane. Nga moshat e Seria B, Seria A. Deri pastaj në fund ekipi i fundit Südtiroli, Po. ekipi B i Austrisë. Vjen nga një futboll profesionist, nga shumë i vështirë. Realisht unë mezi po pres ta shikoj jo vetëm Genin, po mezi po pres shoh komplet ekipin e Flamurtarit, se Gjithashtu, po kam shumë dëshirë që unë pres e Eugenin të vallëzoj me topin, siç di ai. ti pret, Po. Siç di ai. nuk ke asnjë lloj dyshimi. Asnjë lloj dyshimi. Është më i mirë. A mendon që Geni sigurisht tu stadiumi Flamurtarit që ka super perle dhe po më pëlqej ka jashtëzakonisht shumë. A mendon ti që Geni në këtë lloj kategorie do ta ketë lehtë të vështirë të vallëzoj? Se ka problem futbollin Geni. Shteti ati. E ka talent, E ka vëj synim talent dhe vetës. pasion. Po. Realisht unë, pavarësisht se këtu në Vlorë qeka, s'di sa qeka temperatura mbi 35, po çunat po i shoh shumë në formë, edhe sigurisht edhe Oltin po e shoh atje të papërtushëm. Të përshëndesim Oltin Kërnaj. Sigurisht se përveç se kena shok që në femëri, po realisht unë kam punu shumë me Kërnajen, edhe e kam ndjek edhe të Partizani sigurisht, edhe pa llogarit ato ligat e tjera, sigurisht edhe ke Tërbuni Pukës, edhe ke Luzi ku unë kam punu me atë. Po, ndoshta qyteti i Vlorës i jepi ndjesi tjetër? Normalisht. Ndoshta një nga qytetet më të bukura të Shqipërisë. Ndoshta Vlora pret shumë nga... Kam dhe lidhjen me Vlorën. Cila më burse na dole kështu? Nusën e kam nga Vlora. Po, pse s'u di? Qyteti im i dy. Edhe pse edhe nipit më shohet nuk e qytet. Çeka, mirë ti, mirë kapitena, mirë, pas ke shumë gjona. E rëndësishme është që mezi presim të shohim pak ndeshjen. Unë kam shumë dëshirë, duke qenë se isha këtu. Ne kena ardhur që ta dim ne kena ardhur për dy gjona të ndryshme. Unë kam ardhur për taku mikun tim, ndërsa ti ka Lilin e gjeta këtu në stadium për të pa nipin e tij. Si më e bukur. Ne ju urojmë suksese sigurisht. Më besoni miq dhe mikesha, këto video unë i bëj për qefin tim, për kënaqësinë time, sigurisht. Unë harxoj gigabajtet e mia, çdo lloj gjoje për kënaqësinë time. Kush ka dëshirë t'i shofi, faleminderit. Kush nuk ka dëshirë, mund t'i kaloj. Apo jo, kapiten? Faleminderit Kola. Kapiten, me fillu me bë mohabet në për sportin, kam përshtypjen se na zën nata edhe dita e ditës. Patjetër, s'marrim kur. Kështu që unë falenderoj për këto pak minuta. Për futbollin. Dhe unë mezi po pres shoj pak edhe ekipin e Flamurtarit, edhe sigurisht edhe të shoh edhe Genin nipin tat, sigurisht. Të përshëndes. Faleminderit, rrit Zoti mos.